Miq të dashur, mirë se erdhët edhe këtë javë në Mos I Fol Shoferit. Si ju duket këtë javë taksia ime? Normalisht që mirë do thoni, se më ka ngel refleks që ja bëj gjithve këtë pyetjen, po të gjithë thonë mirë se normalisht çka ka taksia ime. Taksia ime është e bukur, është e pastër, është e re, me pak fjalë Skoda. Qa e ka. Po nuk qëndron këtu çështja. Ne shqiptarët kemi një zakon të gjithë që pyetja e parë bëhet për kortezi dhe gjithmonë përgjigjja është fjala mirë. Një shoku im thot përtoj t'i takoj këto halla, daja, teze që më vijnë nga larg, sepse gjithmonë duhet të them 9 herë mirë. Edhe me qenë spital, për shembull ne shqiptarët pyetja e parë për shembull si je? Mos je në spital, si je? Mirë jam, po kam heqë çiko zemrën, e kanë vunë mi tavolinë, e kanë punu dhe herë nga fillimi, e kanë fut prap brenda. Po mirë jam, mirë. Edhe më kujtohet shumë shpesh një bisedë mes dy gjysheve të mia, që gjyshja nga babi është veriore dhe gjyshja nga mami nga jugu, lënjate. Sidomos në veri I herë e kemi shumë ves që e themi fjalën mirë, direkt. I thot gjyshja e veriut, I thot gjyshes jugut, pash zotin e vrije si e kënë me shnet mëre motër. Nuk kam qenë mirë fare, nga zëmra vuaj, atencioni vuaj, po dhe një qik diabeti, shqyqyr mërë motër, sa mirë po më vjen. Nuk e dëgjoj fare përgjigjen, sepse priste, që përgjigja parti ishte mirë, si që kemi zakon. Po këto gjyshet e mia janë bërë të dyja, më keq se Edi Rama me Lulbashën. Njëra goshdës, tjetra patkojt. Përshëndetje! Si e? Si jeti një? Si kalove? Mos u habit, je në emisioni Mos I Fol Shoferit. Të lutem se kam shumë bezdita. Të lutem. Jo, mos I lutem se nuk du që dan televizor, të lutem. Një gjë, mos I lutem se do të çoj falas ku dushti. Okej, nëse nuk pëlqen, ta theksoj, nëse s'pëlqen se qa bisede bëjmë bashk, atëherë ti mundesh me zgjedh që nuk e japim televizor, okay? Okej. Ku do të shku? Tek liçeni do të shkoj. Okej. Shumë faleminderit I herë që pranove më në fund, o zoti ma, se kam gjithë ditën. Kam gjithë ditën që pres të më vinë I klient. Si kishe emrin? Naldi. Naldi, taksosh. Unë jam Rudina Nald. Unë jam Rudina që kam taksin time. Taksia ime, këtu brenda te taksia ime zhvillohet emisioni Mos I Fol Shoferit. Po shoferi e ke pa, toke këto. Sa më shumë me pa, Naldi. Po këj u që mra. Vllare! Ama se këta që kanë makinat mira ke frikë dhe mi shkapet. Një gjë, Naldi. E para, unë do të qoj në destinacion falas në qoftë se ti I përgjigjesh pyetjeve të kuicit tim. Okej, faleminderit. Okej, po në qoftë se nuk I përgjigjesh, ke dy mundësi. Mundësia parë është me telefonu një mik, dhe mundësia dytë është që të na lojmë një kalimtar të rastësishëm edhe ta pyesim për pyetjen e radhës që do të bëj unë. Por do zgjidhësh njërin nga këto të dyja. Nëse edhe kalimtari nuk të ndihmon, atëherë ti do një kolegu im taksigji. Vlla. Do ketë më shumë punë se ti. Atëherë nëse kalimtari nuk ndihmon, po nuk ndihmon as shoku me telefon ose kush dush ti telefonosh, ku dion mami, kush të dhe dashura. Atëherë do zbresesh në tokë, nëse s'ndihmon asnjëri. Okej? Hajde. Fillojmë kuicin, Naldi. Po, atje. Nga jeti, Nald? Nga Tropoja në origjinë. Kam lidhur mamoras. Mos le namër. Sa vjet ke këtu? 13. 13 vjet. Okej. Po pse s'flet si që ka hije një tropojani? Pyetja para e kuicit, Naldi, është kalit falun, nuk I shifen. Kamt? Më falni që se u harrova fare, se më kujtu që më the jam prej Tropojës, dola direkt te zani jema, kupton? Po duhet flas letrare. Atëherë, kalit të falur, nuk I shikohen dhëmbët, këmbët apo koka? Dhëmbët. Bravo, toke këto Naldi. Halal. Cili nga këto qytete ishte dikur I njohur për prodhimin e gozhdës, e letrës edhe të Çelçit? Ishte Korça, Lezhë apo Kavaja? Kavaja. Kavaja? E gjete, bravo.
Ore, dhe Lesh ka pasi fabrik letre. A di? Jo, nuk e di. Lesh ka pas fabrik letre që punonte halla ime. Kush është qyteti i Bullgarisë? Athina, Beogradi, Shkupi apo Sofia? Sofia. Atëre, ku mëson një kadet? Në shkollë fillore, shkollë private apo në akademi ushtarake? Akademi ushtarake. Po këtë që gjete më për ideot? Lexoj goxha domun. Të lumt. Cili është kryeqyteti i Gjermanisë? Është Berlini, Tokyo apo Frankfurti? Berlini është. Berlini, bravo, ke qenë në Berlin? Po, kam qenë. Qa? Që të pëlqen? Të këthyn? Se, si shkoja Brazilan? Azi. Po pse të këthyn? Pas, direkt, si isha pratë vend. Si isha pratë vend? Okej, Nalt, po që të pëlqen ty? Si të pëlqen me kalu kohën e lirë? Ku fut në neshe futbollit. Aha. Aty të lagje me çuna. Po tjetër? Dhe dashorin e i budallik? Nga një sman, më shumë. Bravo, Nalt. Në fakt, bravo. Unë do të them bravo, unë do të them ua, po do të marrësh një. Se di pse më erdhi, më lindi shumë natyrshëm të them bravo. Ai zoti moj 500. Atëherë, ç'a mund të jetë e jashtëzakonshme? Ekonomike apo civile? Mund të jetë lufta, rritja apo gjendja? Gjendje duhet jetë. Gjendje jashtëzakonshme, gjendje ekonomike, bravo, të lumt, e gjete Naldi. Pas ka shumë informacion, na doli huq me ty. Se duhet me pyet dhe i kalimtar, ti bëj sikur s'di i pyetje o për ideot. Atëherë, perla e zezë e futbollit është quajtur Pele, Drogba apo Eto'o? Pele. Shpin. Pele? Po. E të pëlqen futbolli? Shumë, jashtëzakonisht. Ke drejtë, kurse unë s'marr vesh fare nga futbolli. Dhe kur më dhanë të pyetjet e kuicit, këtë Pele e lexova Pele. Okej, pyetja radhës, Naldi është, cila nga këto marka makinash nuk është prodhim gjerman? BMW-ja, Opeli apo Volvo? Volvo. A të pëlqejnë makinat? Shumë. Okej, normalisht ku ka djalë në moshën tonë që nuk i pëlqejnë djalë i ri që si pëlqejnë makinat. Atëherë, cili nga këta shpend simbolizon vetmin? Qyqja, lejleku apo bufi? Qyqja. Po pra, sa është edhe shpreha, qarri si qyqe një aty vetëm. Atëherë, pyetja tjetër Naldi është çfarë fletësh ka libri me informacione për biznesin? Ka fletë të verdha, të blerta apo të bardha? Fletë të verdha ka më së shobi. E gjete, bravo. Pyetja tjetër, kujdes, po nuk e gjete, duhet, se më duket se është një pyetje e vështirë kjo e radhës, po nuk e gjete, do pyesim një kalimtar, ose do telefonosh një miku, do më thush cilën do ti. Okej. Si quhet ai person që beson se të gjitha format e dhunës edhe të luftrave janë të gabuara? Quhet violent, pacifist apo angel? Mja fut kocë se di. Nuk e di këtë? Ja. Okej, mirë Naldi. Qa ndime preferon që me përdor? Ta ndalojmë njëri rastishëm? Ndalojmë një djalë, okej, hajtë ndalojmë këtu. O quni, a vjeni sekond lutem? Si kalove? Mirë si kalove. Do e fusush pak kokën të lutem? Po më. Tani, ne jemi këtu të emisioni Mos i fol shoferit. Ky djali nuk gjeti një pyetje nga kuici. Ideja është kjo, do na thuash si quhet ai person nga jeti. Në Lushin. Çfarë bën këtu, pse ke ardhur? Kam marrë për qef. Sa mirë, do vish 5 minuta sa ta gjesh të gjën? Jo, po mpresim. Mirë dëgjos, si quhet ai person që mendon se të gjitha luftrat edhe dhuna është e gabuar? Quhet pacifist, violent apo quhet angel? Violent. Violent? Qa la ik mbil në i shalqi dhe ti, qa. Nuk e gjeti as ky Naldi. Qa do bejmë tashi? Tashi? Ha, Naldi? Ka që vëtë. Që do të them? Ta pysim edhe këtë kalimtarin tjetër, hajtë se nështë na e gjenë. Ky është mundësia jote fundit për ndryshe të zbresësh, Naldi, më vjen keq. O djali, a vjeni sekond lutem? Të të pysë për i gjë? Si kalove? Mirë si kalove. Si ke emrin? Mirë.
Juli. Juli ta gëzosh, unë jam Rudina, jemi në emisionin Mos I fol çoferit. Mos I fol çoferit. Ky çuni këtu nuk gjeti një pyetje nga kuici që I bëra unë. Do e ndihmosh çik? Si quhet ai person që mendon se të gjitha luftrat futen çik kokën? Para se një pyetje është. Po nxjerr kamerën më duket. Në kamerë po të nxjerr. Nuk do? Po pse vlla? Nuk don të më dal ky as ky në kamerë. Prit tani të nuk don të dilte në kamerë, prit gjejmë person tjetër, prit ta kapim këtë zonjë. Po boç do bëhemi të merri qytetarëve. Zonjë, Çta kshirat kam unë? zonjë si kalove? Ç'kemi? Mirë, po jo. Mund të të bëj një pyetje? Po. Jemi në emisionin Mos I fol çoferit dhe ky çuni këtu nuk gjeti një pyetje nga kuici. Të bëj një pyetje? Ma bëj. Si quhet ai person që është kundra gjitha luftrave edhe dhunës? Quhet pacifist, violent apo angjëll? Pacifist. Uaj gjete, bravo zonja, si quhesh? Irma. Nga jeni zonja Irma? Nga Tirana. Faleminderit Kalom shumë, shpirë, gjithë të mira, mirë dhe shpëtove pafshim. të djalit se do e zbrisja nga taksia. Faleminderit. Mirupafshim. Të pafshim. Të ndihmoj zonja, pra ne falenderojmë shumë. Atëherë Naldi, kemi dhe një pyetje tjetër se përfitove shumë nga zonja. Pyetja e radhës është, cili nga këta bën pjesë në familjen e Lëkur Gjëbor? Ylli I Detit, Bleta apo Bret Koca? Bleta? Nuk e gjete Naldi, më vjen shumë keq. Është Ylli I Detit, ai që bën pjesë. Tani duhet të zbresësh, Naldi, më vjen shumë keq. Prit se është doli semafori I shi. Tani unë do të zbres, nuk të çoj dot të liçeni. Si do më zbresësh më ti more? Si do Më vjen keq, kjo është loja Naldi, tani hip ju këmbëve edhe shko. Okej, tani duhet të zbresësh, unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit tim. Je shumë I mirë. Faleminderit Naldi. Okej, miq të dashur, tani do presim klientin e radhës dhe nëse nuk do kemi klient të radhës, tani duhet të vrapojmë dhe të shkojmë të marrim me vrap Floriana Garon. Ajo është e ftuara ime për këtë javë. Mirë se erdhe te taksia ime Floriana Garo! Si e dashur? Mirë si kalon. Mirë se erdhe. Faleminderit. Është shumë kënaqësi të të ftoj për një xhiro me taksi, se nuk quhet as xhiro me makinë. Okej. Si e dashur? Mirë, faleminderit, po ti si ja del që ti menaxhosh të dyja, edhe të bësh pyetjet edhe të ecësh. Është një qef I papar, të betohem, është shumë kollaj. Po ndihmon kur ka trafik, besoj. Dëgjoj, dashur, ti nuk e frikë apo jo? Jo, nuk kam frikë. O zot, Nuk jam- lumë si unë me ty, sepse kush vjen te taksia ime, unë I jap shumë një makinës, nuk e di pse Si kanë frikë të për fiksin. çfarë? Për Me se mos shkujt përplasemi. zakonisht kur jam unë në timon, mbajnë kështu. Ka shumë frikë të ftuarit e mi. Thjesht janë nervoz kam. Atë Kështu shumë që- faleminderit, shumë faleminderit. Të ndodh Floriana që të hipësh në taksi? Më ndodh, po, më ndodh. Aha. Parkimi shpesh është problem, kështu që kur kam në një event për të shkuar ose thjesht më prishet makina edhe së fundmi po më prishet shumë shpesh makina, nuk e di se çka ka. Si ka mundsi? Marr taksi, nuk e Si di. ka mundsi ti ke një super makinë, më trego pak e ke bler me kredi apo me lekë në dorë? E kam bler me lekë në dorë. Oh! Bravo Floriana, po ajo është një super makinë. Si guxon ajo të prishet një herë. Faleminderit, po edhe prishen tani. Fare të re nuk e kam bler për të gjithë ata që janë kurioz, kështu që Po, me lekë në dorë. e përdorur me lekë në dorë. Unë jam natyrë shumë kursimtare në fakt dhe I menaxhoj mirë lekët. Unë sa do thosha sa mirë paguan te klani. Jo, shiko te klani patjetër paguhen mirë. Aha. Patjetër paguhen mirë dhe unë jo vetëm punoj te klani, po bëj edhe punë prezantimi, më njanë, do me thëmë për të fituar disa para më shumë, gjithmonë kam qenë natyrë që më ka pëlqyer të punoj. Edhe kam punuar që e vogël që 15 vjeç, kështu që tani që jam 30, duhet fitoj dhe të punoj shumë më E tha tepër. moshën Floriana e mërshme. Mirë Floriana, me që the moshën, e the vetë pa ta kërkuar unë, duke lënë më një bukurinë, më trego pak pse vishe si zonjë. Se kështu ndihem. Ndihesh zonjë. Ndihem si zonjë, Aha. shpesh veshja është manifestim edhe I asaj që je, edhe është
është mënyrë e të shprehurit të personalitetit të vetës. Kështu që unë ndihem ashtu pavarësisht ashtu, nuk jam rehat. Sportiv. Unë kam qenë sportiste për shumë kohë edhe jam veshur dhe me tuta, po unë kam qenë gjithmonë tip klasik. Këtë duhet ta pranoj. Jo për ndonjë gjë, po dhe Victoria Beckham i hoqi takat i ditë, e bëri zemrën guri i hoqi takat, edhe unë isha në pritje, nuk bën vaki që unë t'i heq takat. Nuk bën vaki, vetëm edhe problemi është që nuk eci mjaftueshëm, se po t'ecja çik më shumë me këmbë, natyrisht nuk do ecja me takat. E pra se ti edhe e gjatë, unë nuk e di që do takat. Shiko, e kam thënë shumë shpesh, takat janë për elegancë. Nuk janë për gjatësi. Nuk janë vetëm për gjatësi, unë jam 1.80 e gjatë, kështu që s'kam nevojë për taka. E ke të vështirë të gjesh partner, Floriana? Shiko, problemi madh ka qenë përgjithsisht. Ka qenë problem, ë? Problem ka qenë. Floriana, unë të ndjek në Instagram, edhe kam parë fotot e tua në Instagram, janë me pejsazhe malore të jashtëzakonshme, ato pejsazhe të bukura. Imagjino unë e shkreta duke i dhënë gjig gocës time brenda 4 mureve. Si mund të mos jem xheloze për ty, Floriana? Më bën shumë ziliqare, nuk e kam të ndjejmë, pse më bën? Unë jam tip që e pëlqej shumë natyrën, kam filluar ta pëlqej sa më shumë edhe kur gjej background-et bukur me natyrë shumë të bukur, i nxjerr në Instagram se jo. Kjo tregon edhe pasionin tim për udhëtimet. Okej, po unë atje kam parë që të gjithë tani që çelet koha, në fakt jo sot, se sot pikërisht sot është gri komplet, po kur hapet koha, gjithë njerëzit varpojnë plazheve, ti shkon maleve me borë. Kush të ngro atje në male? Unë jam çik natyrë antikonformiste, kështu që nuk shkoj me turmën. Okej. Kush më ngroh mua në male? Shoqëria e mirë me siguri. Shoqëria e mirë, okej. Nuk do zbulosh më shumë nga kjo shoqëria e mirë apo gota verë? Shoqëria e mirë është shumë e diskutuar kohët e fundit, po unë kam vendosur ta ruaj këtë diskutimin se kam nevojë dhe unë për pak privatësi. Ke nevojë për... Po, është e drejta e çdo kujt, po tani Floriana duhet mos zbulosh një sekret. Kush i paguan udhëtimet e tua? Kush i paguan udhëtimet e mia? Natyrisht një pjesë i paguan puna që bëj, një pjesë i paguaj vetë dhe një pjesë i paguan i dashurim. Do të thënë pas këtë dashur me lek. Nuk do ta cilësoja si të varfër, po as të pasur. Thjesht me lek. Do me thënë në gjendje të mirë, po themi, të rehatshme. Dëgjoj, portale, Floriana Garo ka një të dashur me lek. Portale. Është vërtet, mos të rrit gjëra që janë të vërteta. Me qemi të portalet Floriana, njeh në një, do me thënë, nga gazetarit i porositë, kush i porositë lajmet e tua që ti që disin? Ke ndonjë shoqe në portale? Unë nuk kam asnjë shoqe në portale, kam disa të njohura që janë gazetare, po mua nuk më pyetet njeri, as nuk më merr mendim njeri, thjesht i bëjnë... Sepse nuk është se i thua vetë me mesazh, shiko se isha në filan shkruaje. I bëjnë lajm, absolutisht jo. Jo. Absolutisht jo. Dhe madje më duket marrëzi kjo pjesë, si mund ta bëjnë njerëzit këtë gjë. Po që unë e jetoj jetën time ashtu si më vjen, tani bie që mund të jem interesante për portalet edhe për njerëzit që të lexojnë, edhe për ca klikime më shumë, tituj të jashtëzakonshëm, megjithëse përmbajtja është e vakët. Si është e vakët përmbajtja? Është e vakët përmbajtja e atyre që thuhet nëpër portale. Natyrisht. Se ti nuk zbulon gjithçka me një foto apo ja? Po, natyrisht, një foto. Floriana, ti interpretohet fotoja, jo gjendja mbas fotos. Jo se kanë informacion, e kuptoj. Të lutem, duhet më thuash një gjë. Ti vjen nga prezantimet e motit. Po. Të ka ndjekur kjo dank? Ajo goca motit. Po, si fillim më godisnin pak me këtë, megjithatë unë me motin e nisa dhe ja di shumë për nder motit madje që më rriti imazhin, çdo njeri fillon diku dhe prezantimi i motit ka qenë shumë i këndshëm, unë asnjëherë nuk e kam ndjerë si diçka të vogël ose një nënvlerësim ose përkundrazi, çdo njeri nis diku. Edhe është pastaj varet nga ti se ku do të arrish edhe çfarë do të bësh. Mua gjithmonë thoshin kjo që ka qenë në shnosht. Po mirë, shiko. Të ndjek nga një kështu. Tani, çdo gjë kaq perfekte nuk mund të jetë. Gjithë ca gjëra dhe do t'i durosh, edhe ca kritika, edhe ca lajme më shumë, edhe ca
komente negative, se është pjesë e të ngriturit lart gjithçka. Patjetër. Domethënë edhe kur të shajnë ja ke arrit qëllimin që të krijosh të tërheqësh vëmendje apo jo? Shiko, e përgjithshmja, jo, unë nuk e kam fare për qëllim që të tërheq një vëmendje që s'më duhet. Unë dua të tërheq vëmendje aty tek gjërat që kanë rëndësi dhe kanë vlerë për t'u ndarë, se për gjërat tjera jo. Kështu që jo, nuk dua të tërheq vëmendje. Me çfarë do të tërheqësh vëmendje? Vetëm me emisionin? Kryesisht me emisionin, me udhëtimet, shpesh herë se më pëlqen që promovoj edhe destinacione të bukura, edhe me udhëtimet në Shqipëri që bëj, shpesh herë dua t'i tregoj edhe miqve të mi jashtë ose njerëzve që njoh që sa e bukur është Shqipëria, edhe çfarë vendesh kemi ne, edhe ndonjëherë dua të tërheq vëmendje për disa nga mikeshat e mia që kanë nevojë për një promovim për t'u ndjerë pak më mirë edhe me veten e tyre. Që të ndjen të bukura? Disa vajza për shembull që nuk janë shumë të njohura, që duan një lloj vetbesimi, se mund të kaluar një situatë kështu pak jo të këndshme, kështu. E kanë lënë dashurin për shembull. Po, i nxjerr pak nga situata. Edhe ti ngushëllon me ca fanca në Instagram. Po, është një mënyrë për të ndjerë mirë pa diskutim. Tani ke emisionin jo vetëm mot. Më thuaj cili përveç emisionit tënd. Dua vetëm një tek emision, kush është emisioni më i mirë në klan? Opinion. Opinioni? Po. Okej. Kjo dihet nga shumë njerëz. Kam dëgjuar që ti në TV Klan je shumë indiferent. Më thuaj pse s'ke miq në televizion? Sepse njeriu është mirë që të marrë pak nga të gjitha. Merr pak nga puna, merr pak nga jeta private, nga diçka tjetër. Shiko, jo e gjithë jeta ime mund të fokusohet vetëm në klan. Apo jo, unë kam dhe jetë për te klanit. Patjetër, po me kë pi kafe aty në klan për shembull? Kafe në klan? Apo s'pi? S'para pi kafe. Ke ekspres në shtëpi? Shumë. Po, unë kam ekspres. Po tjetër që kam dhe kafe turke madje. Turkja, që e bëj vetë me shumë grejsi. Jo, nuk para jam tip që kam shumë kohë të pi kafe njerë. Nuk para pi kafe për qef, shumë rrallë. Megjithatë edhe me Bertin për shembull, me kolegun tim, Berdumani. Berti shumë e mirë, me Bertin ulem ndonjëherë pi kafe. E kuptoj. Vetëm me Bertin domethënë. Po edhe me këtë qelloj ndonjëherë atje, po nuk para ndodh, është shumë e rrallë. Po, e kanë dëgjuar unë, po dëgjoj njerëzit flasin moj. Njerëzit flasin, po le të flasin. Shikon që kam informacione të sakta. Po. Diçka më kanë thënë tjetër? Që e Kopraca, është e vërtet? Kopraca? Si ke menaxhimin e lekëve? Unë e kam shumë të mirë menaxhimin e lekëve, po absolutisht nuk do e quaj vetëm Kopraca. Nuk e di nga ke dëgjuar, po besoj që nuk është informacion i saktë. Besoj që të gjitha ata gazetar, kameraman, staf që ka ardhur me mua në për gjitha udhëtimet që kemi bërë ne, nuk do thonin këtë gjë. Kështu që merri mirë informatat. Shikon, unë njif kam gojët e liga. Kur ti bën udhëtime, ta kanë shumë zili punën, besoj, apo jo? Ma kanë, është vërtet. Këtë profil të jo vetëm mod, si e zgjodhe? E zgjodha, shiko, mua ofrua njerë që do bëhej një emision që unë do ta prezantoja edhe kështu ishte ideja, po pastaj për ta krijuar në këtë format që është, e kam krijuar unë. Domethënë çdo gjë e kam parashikuar në një farë mënyrë ku doja të dilja, çfarë mesazhi doja të jepja me çdo emision edhe ja kam arrit qëllimin. Jam shumë kërkuese në punë dhe përgjithsisht kur i vë qëllim vetë. Kaq modeste mos u trego të lutem. Jo, pse modeste? Është realitet. S'po them në gjë të jashtëzakonshme. Të lutem, do më thuash një gjë që nuk shkon mirë. Do të thënë diçka që s'pëlqen te vetja. Shika, ma bëjnë shpesh këtë pyetje. Po, kjo pyetje nuk i bëhet njerëzve që janë pozitiv si natyrë, sepse njerëzit që janë pozitiv si natyrë gjithmonë do marrin anët e mira të një gjëje. E kupton? Nuk para diskutoni anët e këqija. Patjetër që un kam dhe anë të këqija, sa duar. Unë jam shumë pozitive, po harroj të merr për shembull.
them po, Po shiko, jo. ja po të them unë, për shembull ç'a probleme kam unë me veten. Një problem që kam me veten së fundmi është problemi peshës, për shembull, që kam marrë nga 5 kg dhe nuk po i heq dot që s'po i heq. Ja ky është problem. Nuk është problem fare. S'është problem ky, jo. E di pse s'është problem. Në punën që jam unë është problem, se është pjesë e dukjes. Unë Linda edhe kam hequr 16 kg. Si janë këto kilet për mua tash. Po ja, ky është si këpucët që heqe vesh. Ky është një ndër problemet e mia. Problem tjetër është që jam e paduruar. Shtatanike po. Shumë shtatanike. Domethënë edhe janë nxi njerëzve kur i kërkoj diçka ose kam një punë për të bërë, e marr 20 herë në telefon që po e bën, i rrim mbi kokë derisa flasin. Kjo nuk të bën të llastuar ty, ëh? Jo, s'jam fare llastuar. Fare. Nuk e di çfarë përshtypje krijoj, kështu mund të krijoj një përshtypje tjetër nga larg po. E di çfarë përshtypje krijon ti Floriane dashur? Që të takon, e ke parasysh, edhe duke sikur je shumë tip i ftohtë. Është e vërtet kjo? Po kështu ma kanë thënë tani unë. Ma kanë thënë fillim para se të takoja në fakt, po duke qenë se publiku s'ka takuar asnjëherë, unë do ta bëj pyetjen si publik. Jam duke me rënd, më thonë, shumë e rënd. Jam e gjatë, vishem dhe kështu si zonjë, siç po thoje ti, edhe nuk jam natyrë që t'jap shumë muhabet. Edhe kjo mbase i frikson pak njerëzit. Po në të vërtetë si je ti? Jam e ngrohtë, po prap nuk jam natyrë që t'jap shumë muhabet. Domethënë, jam e ngrohtë dhe jam derisa të mësohem vërtet. Kështu ndimër që fut njeriu këmbët e ngro këmbët. Po, ashtu jam. Po që kur mësohem pastaj dhe kur kam besim te dikush, pastaj jam shumë e mirë. Edhe jam shoqe për kokë, domethënë dhe për kohë shumë gjatë. Domethënë ty të bën shoqe kollaj, po jo, s'më bën dot shoqe. Ty të bën shoqe vështirë, dhe të humb vështirë. E drejtë. E kuptova. Kush të lë ty pa unë as gisht që i raft pika në vesh i raft. Ha pra, do ketë një gjë këtu. Po, ç'a mund të ketë këtu? Apo për ton të vazhdosh. Jo, s'ka lidhje me këtë. Si ke planet për të ardhmen Floriana? Në fakt, unë nuk është se besoj domosdoshmërisht tek martesa patjetër, e kupton? Unë besoj tek të qenit në një marrëdhënie dhe jam natyrë familjare, më pëlqen familja, jam rritur në një familje shumë të konsoliduar, me prindër që janë dashur shumë me njëri tjetrin gjithë jetën, edhe unë atë model shumë gjatë. Vllai im është 2.7, kështu që mashallah. Po, të gjithë jemi shumë gjatë. Edhe duke pas këtë ide për familjen, edhe unë drejt asaj dua të shkoj, kështu që nuk ka ndonjë gjë. Po nuk e ke me shpejtësi, domethënë këtë muhabet. Me shpejtësi. Jo, po nuk dua të humbas kohën kot. Për këtë mund ta them këtë gjë, sepse tash edhe duke qenë 30 vjeç, normalisht nuk mund të hallakatem shumë. Dua të di një gjë të mirë, shumë të mirë që të ka sjell televizioni dhe një gjë shumë të keqe. Një gjë shumë të mirë që më ka sjell është që kam arritur ta përdor statusin edhe imazhin për të bërë gjëra shumë interesante që jo çdo kush ka fatin që t'i bëj, edhe kjo është gjë shumë e mirë. Të tipit për shembull, më thuaj. Për shembull udhëtime, takimi me njerëz shumë të rëndësishëm, shumë interesant, aktivitete. Kush është njëri i rëndësishëm për ty? Kush është njëri i rëndësishëm për mua? Po, ku cilëson të njerëzit për shembull, unë shumë të rëndësishëm unë kam bërë një emision në Orlando, në Florida, ku kam hyrë në avionet private më të rinj në botë. Edhe domethënë, edhe kam takuar kokat e këtij biznesit aviacionit. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Kemi qenë me lidhjet. Vetëm sepse je të gjitha me lidhjet e mia dhe me punën që kam bërë dhe me kontaktet që kam krijuar dhe me të gjithë ato biseda edhe negociata edhe të gjitha këto për diçka që kam dashur. Po një gjë që domethënë një disfavor. Disfavor i televizionit. Po ja, këto lajmet që në fillimet e mia në televizion edhe ma prishnin qefin, me thënë drejtën. Po tani jam mësuar dhe jam regjur në çik me këto edhe nuk është se më bëjnë shumë përshtypje. Janë marrë shumë me jetën tënde private. Janë marrë shumë, domethënë janë munduar në mënyrën e tyre edhe të transformojnë disi, edhe kanë synuar ta transformojnë edhe imazhin, edhe të nxjerrin pak më ndryshe edhe. Kështu që kjo normal që të bezdis disi derisa mësohesh, po pastaj me kalimin e kohës e kupton që është pjesë e së tërës, edhe thua hajde e pranon. Në fillim e kisha problem më shumë tek
tek familja, tek njerëzit, po dhe ata Tani jam mësuan. mësuar regjën, tash më thua Kështu që nuk ju bën përshtypje. Në fakt, atyre ju bën përshtypje më shumë se ç'm bën mua përshtypje. Kur më thonë e kishte dalë kjo lajmi për ty, aha, e them unë okay. Për ty s'është më problem, domethënë. E ke zgjedhur përfundimisht Shqipërinë mes Shqipërisë dhe Amerikës? Shiko, s'ku i dihet jetës. Nuk i dihet asnjë. Unë nuk bëj më plane afatgjata. Pse kur bëre dole huq? Po. Po Shpesh njeriu edhe mendon diçka tjetër, i del diçka tjetër, kështu që jam me atë moton që t'jetoj momentin që po jetoj, edhe ku i dihet. Dori huq. Po tani, shiko, mirë është me i gjetë fajin të vetja. Të vetja. Domethënë ke fajin ti që i besove njerëzve për plane afatgjata. Unë e kam, domethënë e kam fajin që bëj plane. Kështu që mirë është mos më bë dhe plane shumë afatgjata. Njeriu kontrollon vetëm ato gjëra që ka në dorë vet, kontrolloj. Gjërat e tjera nuk e kontrollon. Nuk i ke dot. Edhe sado që synojnë njerëzit kontrollojnë gjërat e tjera, kot sa lodhen. Mirë është kontrollojnë vetëm e tyre dhe çdo gjë tjetër pastaj është edhe një çik pjesë e fatit që ti mjafton ti jesh në rregull me veten edhe u zgjidh. Natyrisht. Pse shkollë ke mbaruar që si përfundim u bëre prezantuese? Shiko, unë si jam prezantuese, unë e quaj veten gazetare. Autore, prezantuese. Okej, prezantuese ishe fillimisht prezantuese e motit. Qa shkollë kam mbaruar? Kam mbaruar marrëdhënie ndërkombëtare. Edhe e kam thënë dhe tjera që shkolla... Po si përfundove të moti? Të lutem... Ta tregoj historinë, hajde s'po e tregoj historinë. Më thuaj. Historia ka qenë kështu. Unë u ktheva nga Amerika dhe kisha shok një fotograf Sonin, e njeh Sonin duket. Soni Elson. Po, Sonin Elson. Edhe Soni Elson kishte bërë ca fotografi dhe më përpara dhe Soni merri, domethënë njifte këta njerëzit që bënin reklama. Dhe më tha Soni që shiko, tha se po kërkoj një vajzë për të bërë një reklam. Edhe pse nuk prezantohesh ti? Dhe pastaj shkoj unë, takoj këta regjisorët, këta më pëlqyen, bëra reklamën, më morën për reklamën, bëra reklamën, nga reklama këta të kompanisë celulare që po thoja, më pëlqyen shumë dhe në fakt aty bëheshin shumë reklama, po nuk e di pse mbetën tek unë. Edhe më thanë pastaj që të prezantoja një lojë promocionale, tip shorteu lotarie 5 minuta, gjithë muajin dhjetor në Klan. Dhjetorin e 2010-s. Çdo ditë isha unë aty për 5 minuta, ishte live dhe herën e parë mbaj mend gati kam vdekur nga emocionet. Edhe isha për i bret ditën e parë. Pastaj me kalimin e ditëve ja mora dorën, ishte ajo që doja që të bëja. Dhe pastaj i thash edhe këtyre, ju duhet më ndihmoni se unë kam shumë pasion televizionin që edhe thonin ai fjalë të mirë edhe tek televizioni dhe kështu dhe doja që të vazhdoja me projekte televizive. Edhe në Klan pastaj më ofruan që të prezantoja motin. Ta ofruan vetë pastaj? Kështu që ma ofruan të prezantoj. Po, ishte e shkruar. Edhe kështu, domethënë fillova motin, pastaj nga moti Vera Grabocka më tha që të shkoja të përfaqësoja Shqipërinë te Miss World. Unë isha 25 vjeç, thash si e madhe jam, në formë nuk isha shumë edhe i thash po nuk e dija, është zgjedhja më e mirë, po ajo tha pastaj po, tha, është zgjedhje shumë e mirë, kështu që futju punës tani të dobësohesh, të vish në formë edhe gjitha këto. Edhe ju futa punës unë, u ktheva nga Miss i fillova emisionin. Domethënë ka qenë kështu vazhd. Në 2013-ën ka nisur, kështu që u bë 4 vjet e gjysmë, gati 5 vjet, ky është sezoni 5. Shumë gjëra, domethënë ndonjëherë them që mbase ka qenë dhe e shkruar, po edhe unë kam punuar shumë dhe jam përpjekur shumë, domethënë që ajo që ishte e shkruar, unë të bëja maksimumin mbi to. Po, mbi shkrimin. Edhe gjithmonë duhet jetë kështu, se nuk është ose njëra ose tjetra, gjithmonë duhet jenë bashkë, mendoj. Je tip aventurier? Unë jam shumë aventuriere. Me vërtet një zonjë aventuriere? Unë jam po. Një zonjë aventuriere. Po, jam shumë aventuriere. Do me thënë, jam tip që nuk kam frikë, jam shumë e guximshme, hidhem nga avioni, jam hedh me parashut, me Alket Islamin, jam hedh me paragliding, me atë parashutën nga Llogaraja. Qa bëj tjetër, gjitha këto sportet ujore. Ka ndodhur një incident ndonjëherë? Po pra më ka ndodhur së fundmi, vjet, isha në Indonezi me pushime. Në Indonezi? Po,
në Indonezi me pushime dhe u rrëzua me motor. U rrëzove me motor? Nuk thyva asnjë gjë? Jo, nuk theva gjë shqyr, por pata domethënë një të vrarë super të madhe këtu te gjuri i djathtë, edhe gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë sezonit kam veshur fustane kështu të gjata në mënyrë që ta mbuloja se u bë kështu një super plag. Edhe thash edhe sa po rash që u rrëzova pas gjurin, thash mos ambicioni, domethënë aty e kisha domethënë që do dukesh plaga. Pastaj kalova hajde. Mirë, Sa gjëra qofse janë për të ndodhur. Do ndodhin edhe do kalojnë si e di si e kemi shprehjen e veri. Më parshnoshesh se martohesh. Më parshnoshesh? Po. Hajde më parshërohesh se sa martohesh. Po arrim drejt fundit bisedës edhe më besoj që ishte shumë kënaqësi. Faleminderit. Desha të nxjerr pak nga linja e televizionit, më thuaj marrëdhënien tënde me familjen, më thej që je nga një familje tradicionale, etj. Unë nuk jam nga një familje tradicionale. Prindit e mi për shembull janë shumë liberal, janë njerëz shumë ndjehapur që gjithmonë më kanë inkurajuar që të bëj, domethënë gjërat që unë kam dashur që të bëj. S'm ka thënë ndonjëherë që mos e bëj këtë ose mos shko këtu ose mos dil me këtë ose domethënë asnjëherë s'm kanë thënë mos, më kanë thënë bëj gjërat. Çka ke për të bërë bëj. Dhe këtë e konsideroj fat shumë të madh, se mua më ka lënë që të eksperimentoj dhe pastaj të zgjedh atë që mua më është përshtatur më shumë. Megjithatë, nga një familje e konsoliduar, do thoja, domethënë që vërtet ata e kanë vlerësuar qenit familjar, kanë vlerësuar të bëri gjërat bashkë, edhe unë këtë model kam. Po kështu kanë qenë gjithmonë më ndjehapur, edhe gjithmonë aventurier dhe ata në sensin që nuk kanë patur frikë ti marrin përsipër gjërat. Për shembull tani janë rikthyer në Amerikë, mami është 61 vjeç, babi është 66 dhe kanë filluar punë prapë aty, domethënë në Amerikë. Kështu që duke patur këtë model edhe unë kështu do jem, s'ka si të jem ndryshe. Unë të uroj shumë sukses në punën tënde. Ne të falenderoj shumë. Unë me që të mora në shtëpi do të çoj prapë në shtëpi. Faleminderit. Dhe kjo ishte shëtitje shumë e këndshme në fakt. Falenderoj shumë Floriana. Miq të dashur, kjo ishte Floriana Garo siç e ndoqët. Ishte shumë kënaqësi dhe shumë cool që të bisedoj me të. Bashkë do shifemi javën e ardhshme.